Rreth 9.463 euro është mesatarja e shpenzimeve për një kandidat për deputetit Kosovë. Kjo vlerë del nga raporti Kostoja e politikës Kosovë nga Demokracia Plus, i cili analizon shpenzimet e kandidatëve gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2025. Ndërkohë që raporti evidenton edhe pabarazi gjinore, ku gratë shpenzojnë dukshëm më pak se burrat. Për këto gjetje dhe ndikimin e tyre në garën politike do të flasim me Albert Krasniqin, drejtori i programeve në Demokracia Plus. Mirë se na erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Hera e parë në radar. Hera e parë, po shoqër Rakjo fushate u pa. Zotri Krasniqi, shumë parë shpenzohen këtë kohë? Po, sidomos në këtë vit, ku i kemi pas 4 parë zgjedhje në farë mënyrë në shkurt të zgjedhjet nacionale, 2 herë në zgjedhje lokale në komunat që ka pas një raundë të dytë, dhe tani sërish në dhjetor, e mund të shkojmë ndoshta edhe në prill, nëse do shtojmë zgjedhim presidentin. Hiç ka lidhje, jemi mësu tashmë. Ky vit ka qenë vit zgjedhor edhe qytetarët kanë pas shumë rast me drejtu kujtive të votimit. Deputet e kishim djetemën, deputet që aplikojnë për paga kalimtare, sepse edhe ata janë gjatë të shtatë që konsiderojnë veten sikur nuk kanë asnjë të hyrë tjetër, dhe sot flasim për të njëjtit deputet që shpenzojnë shumë, që t'ja lapsin babës. Kjo është e paraparë me ligj, do të thotë për një periudhë prej një vit, nëse deputet nuk arrin që të kenë të hyra tjera, të kenë një tranzicion për jetës publike në jetën private, është edhe me rujt pak dignitetin e deputetit, mos t'i shohim pa punë ose duke kryer punë pa përshtatshme që kish me cenu edhe vetë rolin e kuvendit. Edhe ne duhet me bo atraktive për qytetarët, për me garu për deputet, për shkak se ka rënë jashtëzakonisht shumë interesimi, mendoj, edhe njerëz që kanë integritet profesional po hezitojnë që të garojnë ose të përfshihen në listat e partive politike. Se pas këm prej këtë temë ku ka rënë numri. Po mendoj interesimi njerëzve profesionistë. Po e shohim gjithherë më shumë njerëz të estradës, persona të cilët janë vetëm konfliktuoz, zhurmshëm në rrjetet sociale, janë ata të cilët po përfundojnë listat e partive politike, por qytetarët po i votojnë më shumë se sa shumë profesionistë tjerë cilët janë aktualisht në partitë politike. Është edhe çësia e unë që ka ndryshuar çu votojnë. Është një ndryshim i sjelljes votuesve edhe i rrjeteve sociale, ndikimin që ato e kanë. Do thotë ne nuk shohim sot një njerëz shkollum, një akademik, nuk shohim një bagazh mbrapa secilit profil, po shohim zhurmën e secilit. Edhe prej intervistave që kemi pasur në këtë punim me vetë kandidatë të partive politike, thonë që ata që janë më të zhurmshëm kanë më shumë gjasa që të zgjidhen për deputet. Sidomos ata që janë më konfliktuoz, të cilët hyjnë në konflikte me rivalët e tyre prej partive të tjera politike, kanë gjasa më të mëdha që të zgjidhen dhe shpenzojnë më pak ata për shkak se e plotësojnë këtë mungesën e financimit me zhurmë. Dhe është shumë e lehtë krahasoni legislaturat e para të kuvendit Kosovës, ku ka pas shumë a shumë persona me integritet të lartë, me bagazh profesional, dhe këtë e kam pru në shërbim të institucioneve publike. Kurse sot, shumë prej deputetëve, dhe veç shikoni në 2-3 legislaturat paraprake, dikun kanë qenë në mos gaboj 70 deputet që për herë të parë kanë hapur llogari bankare, nuk kanë pasur asnjëherë hyra tjera për ndonjë veprimtari, dhe puna e parë e bëjnë deputet, dhe vendosin për gjithë net miratojnë ligje dhe ta bëjnë rregullimin shoqëror. Kjo është një absurd që nuk ndodh pothuajse askund dhe 70 deputet tha. Aty dikun ka qenë një numër jashtëzakonisht i lartë, thotë. Kanë hap gjiro llogari për herë të parë, se s'kan punu ose s'kan marr paga dhe s'kan kryer asnjë transaksion bankar. Arsyeja pse ju kemi thirr është edhe dëgjuesi jon me kuptu ç'është funksionon në fushat ana financiare. Për shembull, mediat kur kanë politikan, a kanë paguar ata politikan me qenë aty? Pse një deputet shpenzon? Ku i shpenzon ato të holla? Ç'është funksionon fushata? Po foli zyrtare, që ne e shohim. Për shembull, shohet një reklama, është me pagesë, sa paguajnë, sa ju kushton deputetëve, sa fitojnë mediat në këtë kohë. Se është një infuzion i mirë për mediat fushata, çdo media e pret. Absolutisht. Përfshi Radio Dugagjinin që nuk është përfshi asnjëherë në fushat politike. Ana shpjegon pak të gjithëve si funksionon. Po, sot ne kemi kryer një studim me Fondacionin Westminsterit për Demokraci, që është një organizatë prestigjioze britanike dhe ka një metodologji që ka aplikuar në shumë vende të botës, duke përfshi tani edhe Kosovën. Dhe në bazë të intervistave që kemi zhvilluar me vetë kandidatët e cilët kanë marrë pjesë në zgjedhjet e shkurtit të këtij viti,
Del që për 15 kandidat, ata kanë shpenzuar rreth 150.000 euro fushat, që në mesatare bjen të 12.000 euro për kandidat. Dhe çfarë Tash a shpenzon partia apo shpenzon kandidati? Jo, këto janë vetëm të shpenzimet të cilat kryen prej kandidatëve në listat të subjekteve politike. Shpenzimet e partive politike janë krejt tjera dhe shumica ose pothuajse gjithë vetëm një kandidat ka thënë që ka pas një mbështetje shumë të vogël financiare prej partisë tij, po gjithë kandidatët shpenzimet i kryejnë prej parave të tyre, pra nuk i financon partia politike. E partia për çfarë shpenzon? Partia i shpenzon për tubime të mëdha, të përgjithshme, për spotet publicitare që i ka. Kryesisht shpenzimet shkojnë për lider, do thotë isheni ose kryesi një grup i ngushtë rreth liderit, por janë pagesat për spotet publicitare, për tubime zgjedhore të cilat i kryejnë. Janë këto shpenzime që kryen. Sipas deklarimeve zyrtare, në zgjedhjet e kaluara janë shpenzuar 3.7 milion euro prej partive politike, që i bie diku. Cilat zgjedhjet kaluara? Këto që ishin 3.7 milion. Zyrtarisht, po kjo shumë është shumë 10 milion. Lirisht. Lirisht, është shkon vet. Zyrtare deklaruar që i binte 4 euro mesatarisht për secilën votë që kanë marrë partitë politike, kanë shpenzuar. Kur po thu zyrtarisht. Në qa po alu? Në të hyrat të cilat dhe shpenzime që i kanë deklaruar në KQZ partitë politike. Por këto është vetëm një anë e aspektit financiar. Për shkak se partitë politike në masë të madhe ose financojnë prej burime të cilat nuk janë të deklaruara, para cash që marrin qoftë prej bizneseve, prej grupeve të ndryshme, dhe ato shpenzohen pa një kontroll financiar prej asnjë prej institucioneve. Dhe çfarë po ndodh është edhe shpenzime prej palëve të treta, do thotë ka biznese që kryen shpenzime në emër të partive politike, paguajnë stafin ose reklama, por që nuk kalojnë asnjëherë nga filtri as nga tyrat e partisë apo nga deklarimi ose kontrolli prej anës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto po i shohim edhe në portale fantome, të cilat po krijohen gjatë periudhës fushatës zgjedhore. Ato ose bëjnë fushat për kandidat ose për partitë caktuara ose kundër tyre. Thotë mundohen që me fake news, me lajme të rreme të dëmtojnë kandidat ose partitë. Ashtu siç paguhen. Ashtu paguhen, kanë sponsorizime shumë të larta në rrjetet sociale, duke i sponsorizuar artikullet për zona caktuara. Pra ka një kandidat ose ka një person që shkon e pagun një portal dhe thot lutem për ditë ta kesh top lajm këtë politikan. Absolutisht, po. Mos shkruaj fare për këtë politikan ose nxirri të pabërat e një politikani gjatë mandatit. Fushata kundër kryesisht bëhet kundër liderëve të partive politike, edhe në zgjedhje lokale kundër kryetarëve të komunave ose kandidatëve të tjerë. Është më e targetuar, por kjo ndodh në nivel nacional, më shumë duke i promovu. Por shpenzimet, shumica e kandidatëve do t'i mbulojnë vetë, mbas intervistave 40% kanë qenë prej tyra vetanake, tyra që ose kursime që i kanë pas. Dhe vetëm 15% ju kanë ndihmu partitë politike, donator të jashtëm kompani ose persona juridik të cilët kanë arritur të japin një kontribut. Por kryesisht shpenzimet kandidatët janë tyra vetanake ose familjarë të cilët ju ndihmojnë me donacione të vogla. Dhe kjo shumë e shpreh te gratë, ku gratë shumicën e shpenzimeve i kanë prej familjes, ose nëse janë gra me burra të fuqishëm që janë financiarisht stabil, janë ata të cilët i suportojnë gratë në fushatën e tyre. Ndryshe pa e folëm edhe punën e zhurmës, po tash nëse bëjmë një rikapitullim të gjithë kësaj që e folëm, ti duhesh të jesh i pasur financiarisht me të besu audienca ose me edhe zhurma? Zhurma ka dalë si një mjet i cili i rrit gjasat, financat po ashtu, do thotë në bazë të intervistave që i kemi kryer, kandidatë që kanë shpenzuar deri në 2.000 euro nuk janë zgjedhur asnjëri prej tyre. Kandidatë që kanë shpenzuar deri në 8.000 euro, prej 4-ve 3 janë zgjedhur, kurse kandidatë mbi 8.000 euro prej 8 sa kanë shpenzuar këtë shumë, 7 prej tyre janë zgjedhur. Thotë mbi 8.000 euro është një prag ku rritën gjasat për të zgjedhur, por që kemi pasur kandidatë që kanë shpenzuar deklarativisht te ne kanë thënë që 30.000 euro, por ne besojmë që kjo shumë është shumë e lartë, dikon rreth 50.000, e ka kandidat që na është thënë bazë intervistave që kanë shpenzuar 200.000 euro për fushatën zgjedhore. Do të këto edhe nuk është zgjedh. Edhe nuk është zgjedh. Ai do thotë para nuk është gjithçka dhe nuk është siguri absolute, por rrit dukshëm gjasat për të garuar në politikë. Shpenzimet janë mëdha të kandidatëve sidomos në takime me qytetarë. Na s'bën me ditë kush se tash. Jo, se intervistat janë anonime dhe e mbrojmë anonimitetin e tyre. Shpenzimet kryesisht kryhen në takime me qytetarë. Ne kemi një farë kulture të kafes edhe
deputet takojnë ose kandidat për deputet qytetar dhe duhet të udhtojnë shumë se jemi një zonë zgjedhore dhe duhet marrin vota gjithkohë nga Prishtina në Prizren. Pastaj në shpenzimet të cilat i kryjmë për rrjete sociale ku duhet të kenë një prani digjitale dhe sidomos për targetu votues të më të rinj mosh, por edhe shpenzime për media. Thotë që e ngritet në fillim, pothuajse është e pamundur në ashtëm prej kandidatëve që të deportojmë në media pa pasur edhe pagesa, qoftë në formën e lajmeve. Dhe çfarë po ndodh është që këto nuk po deklarohen nga mediat si materiale të sponsorizuara, por vetëm si lajme gjatë ditës të cilat i prodhojnë. Dhe kjo do duhet të rregullojë, se është formë e rregullt e marketingut, por të shënjohet që është materiali me pagesë sponsorizuar dhe jo që media po e mbulon pse ka pa të rëndësishme një deklaratë të një politikani. Dhe po ashtu është thënë edhe për pagesa për analistët politik, të cilët janë në mbrëmje në debate televizive që i shohim, për t'i promovu kandidat caktuar, për t'ju përmendur emrin, numrin dhe për të thënë që këta janë kandidat që unë i preferoj dhe do t'i zgjedhja. Tash nuk e di cili është efekti real i tyre, por që ka pasur kandidat të cilët janë ofruar analist politik për të kërkuar para për mbështetje në gjatë fushatës zgjedhore. Kështu që shpenzimet janë. Kështu që radarin me kthyn debat, edhe me pa që është me fitu më mirë. Fitoni më shumë. Vetëm ko fushate. Ko fushate, po zgjedhje po ka shumë, kështu që nuk ma profitabile. Jo profitabile. Mora Albert. Sa kushtojnë mediat? Shumat variojnë, nuk janë fikse, por nuk kemi hyrë kështu në detajet kush është pagu, natyrisht. Sa kushton një intervistë, sa kushton mja përmend emrin? Një pakë standarde që është përmend ka qenë një shumë prej 5.000 euro, ku pagujnë për disa prej artikujve dhe një pakët të cilët media. Tash edhe kjo ndoshta është me rëndësi me përmend, që neve KPM-ja na kërkon një ofertë zyrtare që nëse dojmë u përfshijmë fushat, që me ditë dëgjuesi. Problemi nuk është pse mediat marrin para nga partitë politike, kjo është një periudhë shumë e mirë për të mbushur buxhetin, por vetëm pse duhet ato të cilat shkojnë të pa deklaruara, do të në formën e artikujt dhe nuk deklarohet si material i sponsorizuar, duhet të shënjohen se është e paguar dhe nuk është pse media do të thotë e ka përkrahur këtë kandidat ose e ka dhënë hapësirë në mediumin e tyre. Pra çmimorët i merr ato zyrtarët? Ato zyrtarët janë publike. Këshilli i pavarur i mediave nga të gjitha mediat. Tash, cila është media më e lirë më e shtrejtë, s'do më na tregu? Jo. Nuk i kemi kryer këto analizë. Po mirë, pako më e lirë qenë ka 5.000. Hajde sa është më e shtrejtë. Nuk kemi hyrë në analizë të mediave dhe çfarë bën ata dhe cilat janë çmimet, por vetëm shpenzimet e kandidatëve. Dhe kjo është një mostër e vogël për të bërë një analizë më të detajuar, por mund ta bëjmë në zgjedhjet e ardhshme, është temë interesante. Eduard Trokasi, media më e shtrejta. Edhe shkojnë ka forma zyrtare e pagesave tani së Eduard Trokitë. Te gratë ka qenë interesant se shpenzimit janë më të mëdha. Gratë shpenzojnë më shumë, Bilena është thënë që ne duhet të shpenzojmë 2 fish më shumë, të angazhohemi 2 fish më shumë për të arritur ta kemi dukshmërinë e njëjtë me kandidatët burra. Dhe shpenzimit janë edhe në garderobë për shkak, diçka që nuk e kisha mendu, ku shumë burra thonin që mund t'ia kryejnë krejt fushatë me një par kostume, i ndrojnë kravatat dhe kryet fushata, kurse gratë duhet të investojnë shumë më shumë për shkak se edhe mund të jenë cak i kritika prej opinionit publik si me të njëjtën sako del krejt fushatën zgjedhore e kryen dhe duhet kanë investime shumë më të mëdha. Gjykohen për pamjen fizike. Gjykimi shumë më i ashpër për gratë se sa për burrat, në rast se ka ndonjë gabim ose ndonjë gaf gjatë paraqitjeve të tyre mediale. Do të njëjtën kohë kanë shumë më vështirë edhe për të financuar fushatën, për shkak se bizneset i shohin burrat si një investim më të sigurt për t'i kthy investimet pastaj dhe hezitojnë që të financojnë, dhe në njëjtën kohë gratë edhe janë më të rezervuar që të marrin donacione prej biznese për shkak të frikës se kjo mund të vijë me kërkesa që kur të zgjedhen të mund të bëjnë favore ekonomike për këto biznese. Edhe kemi të gjithë lider të burra, si në hije gratë. Shumica. Po nuk po ju vinë ditë mira, zotër Krasniqi, kështu që ta dini. Nuk po duket. Nëse trendet aktuale në Kosovë vazhdojnë qështu, që shësheni të ardhme në përfaqësimit politik të rinisë dhe grave në Kosovë, se falem që disa figura të mira nuk kandidojnë ma ose nuk hynë gara politike, në anën tjetër gratë me shumë vështërsi përfshihen në fushata, vështërsi financiare, lider politik burat gjithë,
si është të ardhmen? Po duke u rrit kostoja politikës, kjo po e bën shumë atë vështirë për shumë individ që mund të jenë me ide të mira, por të kenë hapësirë shumë atë vogël dhe gjasa më të vogla për të zgjedhur, dhe kështu por e rrezikojmë demokracinë përgjithësi se do të jetë paraja e cila do të na diktojë se si do të jetë përfaqësimi në kuvend dhe kush do të përfaqësohet. Dhe kjo nuk është e shëndetshme për demokracinë. Te gratë, po ashtu ndikimi është shumë i madh për shkak se sfidat nuk janë vetëm financiare, janë edhe kulturore, do të mënyrën si e bën fushatën, mungesa e pronave në emër të tyre e bën të vështirë që të marrin kredi, që të mund të bëjnë financime të fushatës zgjedhore. Pastaj nuk mund të bëjnë fushat në ambiente të cilat në oda, në për fatra ku është një ambient jo shumë i përshtatshëm për gratë që të bëjnë politikë. Dhe kështu, edhe pse numri është duke u rrit, do thotë i grave të cilat zgjedhin kuvend me merit pa pas nevojë për kvotën gjinore, por cilësia është duke rënë konsiderojnë përgjithësi jo vetëm të gratë, por edhe të burrat dhe në komplet përfaqësim, për shkak të kësaj që politika nuk po shihet më si diçka prestigjioze, dikush që është deputet nuk është ndonjëfar prestigji që ka mujt me qenë para 10 ose 15 vjetëve. Përkundrazi je objekt i talljev, i kritikave dhe kjo e bën shumë atë vështirë për personat që nuk janë gatshëm përballojnë gjithë këtë presion shoqëror vetëm për një përfaqësim politik në kuvend. Kështu që ardhmja po më duket e mirë për shkak sidomos të hezitimit njerëzve me integritet që të angazhohen në politikë. Ishte shumë kënaqësi që të pata në studio, zoti Krasniqi. Shpresoj tash prap me të pas gjatë fushatës. Kur doni. Ju shkoft mbar. Faleminderit shumë edhe ju.